Po ky pali nuk do të më ndal dorën. Ashtë punun, lumë boshon për t'i zot. Mos e kam harrova Jo, nuk mërojmë na, nuk mërojmë. Nuk mërojmë për kollaj. Nuk mërojmë kur. Këtë piktur e ka bën në bashkëpunim vllavi im me Saranda Qemailin. Saranda Qemaili është e vetmja piktur në këtë formë. Inkas vetëm për familjen tonë. Kjo është doja. Kjo është mreti jonë shqiptar. Ne janë nipat e ti. Janë nipat e tina. Edhe janë shumë krenar se i kemi pas, edhe na ka rujt kombin e gjuhën e traditën. Prej këtij fillon historia jonë. Bash. Absolutisht. Vetëm këtu i kam Altin, mos se tash jam këtu. Po. 6 vllazët i kam këtu. Këtu është Bekimi, unë, Krizmeni, Marioni, Krista edhe Palushi. 6 vëllezërit. 6 vllazët. Mashallah. Po t'kisht po duken e gjithë një po t'kisht na kon zot edhe herë unë njeriu ne kishna kriju jo me 5 gishta, po me 6 gishta. Me 6 gishta. Me 6 gishta. Po është kjo. Këto janë prindrit? Këto janë prindit e mi. Po. Nduë Nikola edhe Gjyla Bardhoki Nikola. Okej, bukur shumë. Ta jo vetëm se i mbajmë këto, po i mbajmë në shtëpi të gjithka. Atëherë, do të më marr, nëse nuk të intereson edhe pak. Po. Kjo shtëpia edhe ka edhe traditën e vet, ka librin e vet. Shtëpia që ti jeton në ta? Po, do të thonë kjo 1954 se është në butu. Libri? Libri. Në 54 që është butu ky libër? Po, që. Edhe kjo shtëpia jote, pra në kopertinën e kësaj reviste, 1954 është shtëpia ku aktualisht po jeton Anton Nikola me familjen e tij. Shumë interesant. E lashtë dhe gjoj interesante, po pas ke ditë edhe me mbajtë, Antone. Shka du me cek, mos e shqiptarizu, po, e pas ke shqiptarizu në mënyrë shumë të fortë. Mos e se tash jam këto, kam dëshirë, mi jau tregu, kjo është grapa, e pjekme nga Pjetër Nikola, gjyshi jem, Pjetër. Nga gjyshi jo, pra jo babi, po gjyshi jo. Gjyshi jem, edhe rruj me fanatizëm, do më thonë vitin 1982. Kjo grapa është qysh 82-ën? Po. Shumë interesant. E qysh keni mujt deri tash me rujt interesant. Na i rujmë zonat. Atëherë grapa raki e pjekur prej gjyshit 1982-shin gjigant Pjetër. Që 43 vjet. E vjetër. Këtë piktur e ka bë Marian Nikola vllavi jam. Ju që keni dhe shtëpi artist ashtu? Po. Anton, A diçka është interesant te familja jonë. Se çdo vëlla e ka një funksion të veten. Dikush është ekonomist, dikush është architekt, dikush është ndërtimor, dikush është gastronom, dikush është piktur, artist. Çdo vëlla e kryen funksionin e vet. Kur ki parë ki vullnet të vëlla me pikturu edhe me kënu edhe me rap janë, ose edhe me rap fyllit e krejt, kur ki parë krejt vinë. Jo krejt, po... Kana tjetër, e kemi kuzhinën. Këtu i kam une 3 fëmijë. 3 fëmijë tu. Po, është Valentina. Valentina. Leonardi. Leonardi, djali madhe. Leonardi, djali madhe, po, tash e udhëheq firmën. Kurse Nue, punon në firmë edhe shkon. Nue pak më gangsta po duket, a? Po, Nue është pak më gangsta po. Altin mos e si tash je këtu, kjo është shtëpia në Kosovë, në Dol, në fshatin Dol. Fshatin Dol, është shtëpia që e keni në Kosovë. Përbashkët. Gjithë vëllezërit. Krejt vëllezërit na. Pra, 6 vëllezër jetonin në një shtëpi? Po. Shumë interesant. Edhe herë, shumë interesante kjo. 6 vëllezërit Nikola, që i parë vëllezërit më na përpara. shkojmë këtu edhe i bëjmë pushimit te në Kosovë në shtëpinë tonë. Jetoni gjithë në një shtëpi bashkë. Shumë interesant. Bravo ju. Për ne bashkimi gjithçka. Bravo ju qoftë. Shumë interesant. A keni mujt me mbajt o Anton se 6 vëllezër në kombinojnë, po 6 nunsa kombinojnë në veti. Kjo është ideja. Fal e grave se kanë qenë në veti. Mujna edhe ju vëllezër. Mujna edhe na. Një shumë në veti. Altin, po. Shka du me të mos e se kjo artë është me bërë këti intervjist. Du me të tregu diçka. Nuk e dia ki po ndonjëherë. Këto e në ceptër,
po bëhet pak reklam për ceptër. Këtu e 24 karat, këtu nuk lahen, nuk huden, për çfarë arsye heken këtu edhe njohet këtu nga. Okej. Këto i përdor vetëm për raste specifike. Për raste ku të mbien mua Aldin Marko. Veç kur vion domethënë, ha? Okej. Kurse edhe gotat i kanë të personalizuar. Edhe këto i pas keni me logon tuaj. Po. Nikola Mertni. Ja, kur është edhe gotat i pas kanë të personalizuara me logon e kompanisë tuaj. Po ashtu, përsëri edhe familja këtu në fotografi të paset komplet të gjithë një bashkë, Antoni, Jacquelina, Leonardi, Nue dhe Valentina. Po. Ja, sa mi e majta me emrat direkt, papam. Bravo. Shumë faleminderit. Mos e si tash jemi mrena. Këtu është pjesa e kuzhinës apo çfarë? Tavolina zakonisht Altin na kur të kene musafir e përdorim këtë tavolinë. Okej, kur kam musafir, kurse pjesën tjetër e kanë në kuzhinë. Sa metër katror është gjithë kjo vile jo? Domethënë 720 metër katror vend banim kemi. 720 metër vend banim. Hajde gjikam më. Këtu është kuzhina. Këtu është kuzhina. Këtu kemi kuzhinën. Këtu e pim kafën e mëngjesit. Bashkë me Jacquelinën. Bashkë me Jacquelinën. Gjatë dimnit. Po për ndryshi edhe drekën e hajmë me fëmijë këto. Edhe drekën e... Po se Valentina është në Cyri, kurse këta dy djemt i kemi këto. Shumë antike, shumë diçka e bukur. E kemi rujt na. E kemi rujt shumë, e kemi rujt. Mos veç e pyetje jam kuriozitar. Kur e ke blej këtë shtëpia, ke pas në kontratë që mos më hup interierin e brendshëm? Jo, se ke pas. Okej, shumë. Po e kemi rujt. Bravo. Kemi rujt. Bravo. E kemi rujt. Çka duam ju tregu tash ti mos si tash jeni vetëm këtu. Altin. Edhe peshqiret i kam me logon time. Edhe peshqiret i pas ke bën me logon tonë. Po. Nikola kompani. Më të në gjithë detajli kemi na. E shka du me ju të regu këtu, një vllavi jem e ka bërë këtë banjo me sija. Ja, shikoje me spjego pak të lutem? Mojësiu. Okej. E ka pikturuar vetë, apo jo? Po, vetë. Interesant. Këtu është dhomë gjumi, apo jo? Jo, nuk është dhomë gjumi, kjo është dhomë gjumi ashtë, po është kjo dhomë për musafirët. Në qofë se vjen dikush... Në qofë se vjen Aldin Marki këto pihet, ose do me shku, se do me nejtë, se do me marrë musafirët e ti. Këto musafirët. E ka dhomën, atëherë u dash ka marrë shpesh të me musafirët e ti. Gjithmonë mirë se ardhe. U dash ka marrë shpesh musafirët e Antoni Nikola, gjikam se pas kemi dhomën. Kur zdanë me pagu në hotel në Cyri, ne gjonë bazel që është trejtë. Me që thonë Antonit, vlo erdha musafirët sonë me me për dorë, gratis e këna. Po. Edhe po gjitë minalt pak, edhe atër dalën për jashta, mësë si vetë shini këtu. Altin, gjdo vlla, e banë ka një fotografi të familjes tonë në për shprejjet vete. Na, këtë punë funksionojnë bashkë, këtë bashkë jena, po gjdo vlla e ka privatësinë vetë. Kemi arrit me pas privatësinë. Këto në Zvicër. Se cili? Kurse në Kosovë një krejt bashkë. Në Kosovë, kështu është në bashkë. E tash, a kënoqe më shumë këtu që një të nda, ma atje krejt bashkë? Si këtu si ati, se nga guati thuj ati se gjdo weekend rrim me familje. Atëherë, gjdo vlla të njëjtën fotografi e posedon në shtëpinë e vet. Kjo është Palushi, vllai Palushi, po. Kjo është Kristiani. Kjo është Kristiani këtu. Me Agnezën, me dy fëmijë Kristiani dhe Dominiki. Kjo është Mariani, vllavi jam, kjo është artisti. Me Dritën, Denisën, Aleksandrën, Denisën edhe Erikin. Tash na u kanë rritë fëmijët, tash nuk janë më qështu. Kjo është Krizmeni, me Zoën, Bernardin, Luisin dhe Luisën. Këtu jam une, me Valentinën, Jacquelinën, Leonardin dhe Nun. Këtu është Bekimi, me Anitin edhe Sabetinën. Këtu është motra ime ko 7 vajza. 7 vajza? Po gjitha vajzët janë princesha, të gjithat janë të martuar përveç një akoma jo, këtë shqiptarë. Edhe jetojnë në Zvicër. Vera edhe Nikolaj. Interesant. Kjo është mama ime. Edhe prindje.
Po, kjo është pjesa e katit dytë, domethënë Kjo që pjesë e katit dytë, kurse këtu janë dhomat e gjumit. dhomat e gjumit kanë. Bravo. Dhomat e gjumit, Bravo. Shumë bukur. dhomat e gjumit nuk janë dhomat gjumit, po janë residence. Residence, me metra katrorë të mëdha, domethënë. Po, përpjes. Okej, Anton, unë shpeshherë më zanota s'po paguaj hoteli tash më, mos e pas na dhomën e gjumit atë për mysafirti. Unë thash ti shtëpia jemi, shtëpia jote. Pas ka për mysafir gjigant, kushtet më mirë se në hotel me 5 hyje, pse me pagu ka 300 euro hotelin. Shumë interesant. Bukur. Dalim pak në terasën duket, apo jo? Po. Këtu këta ka dizajnu Mariani, vllavi jem. Këtu është pamja nga shtëpia jon, kjo është pashtriki, pamja e pashtrikut. Okej. Komplet në balle kemi na pashtrikut. Okej. Bravo.